Domethënë është për të ardhur keq se si një video kaq e shëmtuar për tu parë është bërë kaq shumë virale ditën e sotme kudo në rrjet. Tani kjo është video e vjetër në rast parë, po pse është bërë publike në këtë moment që sepse Limi është në Big Brother VIP Kosova, është një ndër personazhet që përflitet më së shumti këtë edicion, dhe normal çfarë të bëjmë për ti ullur imazhin në thonjë. Dhe nxjerrin këtë video. Nuk e dija që Limi pas ka pasur kështu lloj probleme, se Limi më së shumti ka qenë djalë i qetë, më thënë ka pasur ato historitë e veta, jo se ka pasur një konflikt me sa di unë flas, Shiko, po dhe është përfolur për konflikte, madje njëri është bërë dhe viral, o Fatos? Pra njerëzit po aludojnë që kjo video ka të bëjë me sherrin që ka pasur Limi me Finemin, pra e lidhin me reperin Finem, sepse në 2022 ata kanë pas një përplasje ku vet Limi në një live në Instagram ka pranuar që është grushtuar, është goditur me shuplak. Ja, mund ta dëgjojmë. Pra grusha nga thotë nuk u bën nami. Pra në 2022 ky muhabet dhe njerëzit po aludojnë se kjo ose është video e 2022 dhe është bërë nga Finemi, ose është video e re dhe është bërë nga dikush tjetër. Tani, un kam pyetur, kam ato burimet e mia dhe më kanë thënë që kjo video nuk lidhet me konfliktin që Limi ka pasur me Finemin, por ka të bëjë me një tjetër reper të muzikës shqiptare. Tani nuk e dim se sa të vërteta janë këto lajme, unë nuk do doja të përmendja emra sepse duke qenë se nuk është nuk e vërteton dot. Lajmet asnjëherë nuk i vërteton dot, kështu që. Mbeten thjesht tash e theme në botën e showbizit, por që thuhet që nuk është Finemi. Nëse kjo situata e reperave është bërë shumë e dëgjuar në Shqipëri. Ka shumë tjetrin. Për Limin erdhi pak. Por ne diskutojmë gjithmonë tema të nxehta siç është Big Brother VIP dhe e pat mbrëm besoj kush doli Erik Loshi. Doli Erik Loshi, energjia që mua më dha në studio me sa duket ja pas ka vënë dhe shqiptarëve nga shtëpia. Ishte shumë i emocionuar kur ishte përballë me Mateon. Mateo duke shumë i sigurt që nuk do eliminojë ai. Unë habita më pak sepse Eriku hyri me një lloj sigurie shumë të fort, edhe mendova që okay, vërtet mund të shkoj lart. Edhe për moment më kur tha Eriku thash, unë u habita kur shpëtoi Ina e para. Ajo ai ishte çudia e mbrëmjes, domethënë se të lësh Inën brenda me gjithë respektin, po edhe të nxjerrësh Erikun. Sepse shet historia e dashurisë. Po prapë dhe Eriku ishte shumë. Siç këtë javë do dali histori dashuri Eriku brenda. Po pra siç këtë javë do dali Lorna sepse është mes dy çifteve, Selin Miri dhe Casey Ina. Por tani ne do të kemi në lidhje telefonike. Nuk e kemi? Nuk e kemi Erikun, Atëherë mund ta tentojmë më vonë. A mendoni që ishte sherrri ose më saktë ai skenimi siç u quajt me Angelon që mund ta ketë penalizuar? Nuk u prek fare si diskutim në gjatë Prime-it, sepse ishte një situatë që kishte nevojë për sqarim dhe unë vërtetova edhe një herë që aty vërtet ka ndodhur diçka, të cilën produksioni po mundohet ta fshehë sepse mbase pamje kanë paksa. Ose është ajo që nuk I japim zë, se ndoshta vërtet ishte thjesht një skenim, se nëse do ishte sherr do kishte grushtim siç supozohet që ka ndodhur, patjetër që ta diskutonin, do ishin marr masa, siç ka ndodhur kur ka qenë Xhibani me Gjestin që janë shtyr. Pra, do me thënë, nuk I kanë dhënë zë sepse doni të mendoni që publiku është I skenuar. Por qartazi për mendimin tim u mendoj që nuk është për Brikenën dhe Mateon çfarë mendoni? Do të thënë Mateo më në fund unë u habita pse Mateo nuk ndej një fare I stepur për të treguar historinë. Duke sigur ishte thënë nga produksioni që sonte ne do flasim për historinë edhe e kishte në majtë të gjuhës gjatë gjithë kohës, donte ta thoshte dhe s'po e thoshte dot se mendonte që mund të tregonte gjëra më shumë se sa duhet, po erdhi momenti që duhet ta tregonte. E di çfarë duhet them për situatën me Mateon dhe me Brikenën. Duket sikur produksioni dhe gjithë kjo historia që trajtohet në rrjet është si me nxjerr dhjam nga pleshti. Pra, nuk kanë qenë kurrë të martuar, nuk kanë qenë të fejuar, nuk kanë qenë në një lidhje. Janë vetëm dy të rinj të cilët kanë folur me njëri tjetrin në Instagram, më lejo ta mbaroj, kanë folur me njëri tjetrin në Instagram, kanë tentuar për të pasur një takim, nuk ka pasur rezultat, kaq iku kjo 1 prime, 2 prime maksimumi. Jo, pra po pse bëhet kështu? Bëhet kështu nuk mban kaq gjatë sepse Brikena po mohon këto gjëra. Pra ti ke një konflikt, nuk është se Brikena ka po mo vlla ne jemi puthimi taku ndodhi pikërisht kështu siç thua ti dhe shnet. Unë besoj. Ato po e mbajnë këtë histori sepse Brikena e mohon. Shiko, ajo versioni Mateos është më I besueshëm. Një sepse ka detaje dhe dy sepse me sa duket Brikena është përpjekur të mos e tregojë të vërtetën sepse ishte pikërisht familja e saj
ajo që fshi pas arsyeve të vërteta. Mateo, sipas mendimit tim këtu ka bër gabim, sepse në këtë histori është e përfshirë dhe Brikena dhe pjesëtar të tretë. Pra, me një farë të drejtë edhe Brikena thotë jo, unë nuk dua ta nxjerr. Dhe Brikena tregon historinë e pjesën e saj. Të mos prenoncosh është një gjë dhe të gënjesh është një gjë. Jo, Se njëri nga të dy po gënjen. Brikena nuk tha unë s'dua të prenoncohem, tha unë se kam puthur. Ti futesh, domethënë, ti futesh me kaq të themeli për ta, kanë qenë dy të rinj. Ato janë pëlqen. takuar, O Kristian, ato pëlqen. Ka dhe diçka. Gjina, nuk e di nëse keni parë një video që është bërë sot virale, me një herë pas ballafaqimit që Mateo me Brikenën patën dje. Mateo kur ka qenë në përputhën kishte disa takime besoj me një tjetër konkurrente. Dhe sot është bërë virale një fragment i atij episodi ku Eda i thoshte pse gënjen që ti më nje mua jashtë përputhën sepse ne të dy nuk njihemi. Dhe Mateo insistonte që njiheshin. Pra përpara disa kohë, përpara disa vitesh, besoj është bërë 3 vite tashmë, ka ndodhur e njëjta situatë me Mateon dhe njerëzit po aludojnë që po them që njerëzit po aludojnë që Mateo mbase përdor këtë si strategji. Nuk është strategji, ai Mateo është super sinqert sepse ai po e respekton Brikenën në çdo rast që i jepet. Te zinxhiri ai e shpëtoi që në radhën e parë që ju dha, mundsinë e parë. Pastaj Brikena nuk është po e mohon si Eda që thashë jo, më nuk kam pasur asnjë lloj komunikimi. Po Brikena po e çon nga 4 mesazhe në disa mesazhe. Pastaj e di si është kjo është historia e Laertit dhe Rozanës, që jo po jemi takuar një kafe, jo po jemi vetëm komshi, jo po kemi ngrënë ja 2-3 dreka dhe kjo punë këto. Po me sa di unë për sa i përket kësaj vajzës, Edës dhe Mateus, unë di nga burimet mia, nga njoftjet mia që këta të dy kanë qenë në njëjtin palestër. Pra, kanë qenë thjesht të njohur. Shikon? Se Kostiani frekuenton shumë palestra, të mos të vini pamja. Kështu që nuk ka ndonjë gjë, domethënë, ndoshta një si fytyrë. Shiko, unë mendoj që me zhvillimet e fundit, unë mendoj që Big Brother i produksioni futi pikërisht Krusitën, duke qenë se ajo tha që unë e njoh Mateon për të bërë xheloz dhe për të lindur më shumë ndjenja tek Brikena. Unë mendoj që Brikena e ka qef Mateon, sepse gjithë vajzat kur Mateo u rikthye në shtëpi e përqafuan normal, përqafuan njerëzit dhe shok dhe shoqe, kjo i dha vetëm dorën. Ndërkohë një gjë tjetër, çfarë doli shumë zbuluar nga ana e Selin, dieta ka loja me ato gjërat e verdha. Me ato gjërat e verdha që unë e kapa dhe jam shumë krenar për atë. Mateo dhe Brikena kishin të dy nga 14 objekte të verdha, ndërkohë Kristi edhe Selin kishin nga 11. Pra janë të dy këta janë njek me njëri tjetrin. Dhe Selina i tha produksionit, produksioni flasi më mbrapa me njëri tjetrin. Se ka më pak, sepse duan që këta të dy t'i bëjnë bashkë. Është e vetmja histori që po mban Bigu në këmbë. Kjo dhe mirë me Selina. Meqense Eriku doli, ne Erikun e kemi pasur të ftuar, unë numrin e Erikut e kam ta provojmë dhe një herë tjetër. Po më jo se e kam ta marrën se ti ke pak problem. Ke një histori. Tentoje vetë një herë. Nuk e shijoj shumë intervistën me Erikun. Shiko, Eriku në fakt pati një rrugtim të shkurtër, kështu që ndoshta po të rinte më gjatë, do kishte më shumë kontradiktor pak. User busy ose provoj edhe një herë në WhatsApp. Po. Normale të marrin ata të shtëpis. Po të marrin ata të shtëpis, po si u lodhe po si dole more. User busy. User busy bëj po mbyll datat e koncerteve. Ose datat e koncerteve ose ka shumë kërkesa tani që ka dalë. Do e ketë bllokuar numrin fare. Ndoshta, po është dhe kjo që ka bllokuar se do të rirahat biri botës. Po ne mbase jam duke u sqaruar me bashkësorte. Sa do thoya? Jam shumë kurioz të di, sepse qëndrimi i saj në fan club, ishte disi i vakët, më thënë, do të marr parasysh që është një person pa një eksperiencë mediatike, po prapë sa do jam kurioz edhe pse Eriku e përmendi pak në Big Brother, po still nuk është se ishte në WhatsApp aty shkon kolli, mund ta përmend pak minuta më vonë, shansi i fundit. Shansi i fundit. Ka edhe diçka tjetër se harrova ta përmendja tek Brikena dhe Mateo. Familjarët e Brikenës kishin bërë një reagim në Instagramin zyrtar të Brikenës. Çfarë reagimi thënshin? E para një herë ishte bërë me ChatGPT, po mos i futemi asaj. Gjatë gjithë kohës përmendej dhe ripërmendej që e para nuk u sqarua asnjë gjë, po përmendej gjatë gjithë kohës duhet të ruhet privatësia, duhet të mos sillen gjëra nga jashtë. Ishte një pohim nga ana familjas i tërthoras. Pikërisht ata thjesht pohuan fjalët e Mateos. Sepse ti nëse nuk e di çka për të shehur dhe nëse vajza jote po tregon të vërtetën, atëherë ti skepse bën një reagim ku thua gjërat private të ngjilen private siç ata ranë. Atë historinë aty brenda nuk e sollën as Dajat, as Xhellarët, as ne të tre.
Atë historie kanë sjellë ata të dy me plot të drejtën e botës. E solli Brikena në reagimin e saj, sepse vërtet Mateo e tha që unë e njoh, po e tha në dhomë të rrëfimit, aty ku nuk dëgjoi nga askush. Brikena në momentin e parë që e pa, në momentin e parë që e pa, tha unë këtë djalin e njoh, tha s'dua të futem, pra ajo vetë hapi sakën. Nëse një mesazh që unë mendoj që duhet t'japim për gjithë se Andalen e ndjekin dhe shumë të rinj, nuk ka asgjë të keqe të puthësh askënd, nuk ka asgjë të keqe të shkëmbesh mesazhe të takosh me dikë dhe nuk është fare e hijshme që në 2026 për mendimin tim familja të ndërhyjë në lidhje se si një vajzë duhet të njohë një djalë apo këtë duhet ta njohë, këtë s'duhet ta njohë. Sa është për të ardhur turp. Ka pasur shumë teori, disa konspirative, disa të tjera që për arsye të ndryshme që pse familjarët e Brikenës, dhe kjo është pyetja ime, kanë qenë kaq të prerë me Mateon. Pa e njohur, pa edhe shansin ta njohë. Pra, ti as nuk e ke takuar më përpara këtë, nuk di fare se çfarë bën ky djalë, ku ushqet, ku ha, ku pi, ku rri, dhe direkt e presin, i thoni jo. Po, se si mund të ketë qenë, mund të jenë ndjer keq në momentin që kanë parë që vajza e tyre është duke u frekuentuar, duke u takuar me një djalë. Po, s'u kishin takuar me zemra ime, as fare me disa mesazhe. Jo, takimi kishte ndodhur pasi, por mund të jenë ndjer keq në një moment, ne nuk kemi këtu për të gjykuar. Nuk kemi këtu për të gjykuar, por të themi që në 2026-ën që nuk është normale të diskutohet a u puthëm as u puthëm se hey, nobody cares nëse jeni puthur në fund ditës apo jo. Po, vetëm këtë pyetje që s'e ka ngritur njëri që pse familjarët e Brikenës reaguan kështu kundër Mateos. Mbaje këtë pyetje. Mbaje këtë pyetje. Çka ka bërë ky djalë? Dhe kësaj pyetje do t'i japim përgjigje të premte në What of Po, sepse show kryesor i javës ndodh të premte në orën 20:00 dhe do të kemi një të ftuar që nuk lë gjë pa thënë. Dhe do japi përgjigje dhe pyetjes së Kostianit. Nuk kam dhe shumë pyetje të tjera. Pikërisht do t'i sqaroj. Po ju duhet të qëndroni me WTF Show, me gjitha prodhimet tona dhe gjithashtu mos harroni të na ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare në Instagram WTF Show by Andale. Dhe do shihemi të premten. Po, gjithmonë, dhe mos harroni të hënë, të mërkur, çdo këto 2 ditë pra, jemi live në YouTube 5:30 për të rijat më të fundit. See you, bye. What the fuck? What the fuck?